S'mund të lejoj të përdhunohem, Dashnor Sula shpërthen ndaj Partisë Socialiste, u shkel me të dyja këmbët statuti. Lista e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit ka lënë edhe shumë pa kënaqësi pas. Deputeti Dashnor Sula deklaroi ndarjen me Selim Blu. Gjatë një komunikimi me gazetarët, para seancës së kuvendit, Sula tha se u shkel me të dyja këmbët statusi i partisë, ka të bëjë me parimet që duhet të ketë një forcë demokratike si Partia Socialiste, si një forcë që zoti Berisha nisi aksionin e tij me foltoren e famshme me moton çdo individ politik dhe vota duhet jetë e para në Partinë Demokratike, por fatkeqësisht u shkel me dyja këmbët statusi, u shkel me të dyja këmbët gjithçka dhe përfundimisht Partia Demokratike u zhbë statusi, u zhbë kushtetuta e partisë, tha Sula. Sula shpreh ashpër ndaj përfaqësuesve të Partisë Demokratike, ndërsa theksoi se është larguar me një vendim të njanshëm. Ai theksoi se ka qenë me i votuari në primaret e Elbasanit, si dhe ka plotësuar kërkesën për regjistrimin e mbi 300 bashkëdhetarëve në diasporë. Duke listuar të gjitha këto, Sula tha se nuk mund të lejoj që të përdhunohet. Sot, pavarësisht se nuk jam me të Partia Demokratike që u largova për shkak të një vendimi të ngjashëm dhe jam i vetmi person bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike të Kavajës, të cilët jemi i përjashtuar nga të gjitha kriteret që na u kërkuan. Dola i pari në qarkun e Elbasanit, isha duke punuar në diasporë, në një kohë kur kryetarët e degëve, komisioner, të gjithë ishin të foltores, përsëri demokratët më votuan. Kjo nuk u mor parasysh nga zoti Berisha, nuk u mor parasysh që më shumë problemi është i sekretarit përgjithshëm Flamur Noka dhe Albana Vokshit që vendosin kritere, një kriter pasi u mbyllën primaret. Pasi u mbyll procesi i regjistrimit të diasporës, u kërkua një numër brenda 2 ditëve 300 bashkëdhetar tanë të regjistruar, 680 për 2 ditë dhe 2000 mund t'i bëja. Tani nuk mund të lejoj, po përdor termin të përdhunohem. Kam sakrifikuar për këtë parti jetën në kuptimin familjen time për gjithçka. Jam i vetmi person që nuk ka marrë kur një tender. Në kohën që ka qenë Berisha kryeministër, kam bërë opozitë të fortë përballë Edi Ramës, ka thënë Sula. Sula u regjistrua në zgjedhjet e 11 majit në koalicionin Nisma Shqipëria bëhet. Shqipëria duhet të bëhet me djem dhe vajza të reja. Partia Demokratike nuk ka hall për fitoren e 11 majit, por sesi do të mbahet ende peng Partia Demokratike në 12 maj. Është një listë jo përfaqësuese, shtoi Sula.